Pasi konfirmohet në krye të partisë, Hristian Mickovski thotë se nuk do të heqin dorë nga identiteti. LSDM akuzon zyrtarin e VMRO DPMN-s për favorizim në tender. Tomovski thotë se në LSDM do duhet të kërkojnë falje për akuzat. As ministri i Brendshëm Toshkovski nuk u shpëdon kamerave të sigurisë, i bën publicitet vërejtjes për tejkalimin e shpejtësisë. Presidenti sirian Ahmet El-Sherra paralajmëron Izraelin për shkeljen e marrëveshjes anë pushimit të vitit 1974. Të nderuar shikues, përshëndetje. Pasi është konfirmuar në krye të VMRO DPMN-s, Hristian Mickovski ka formuluar ashpër kundërshtimin për atë që ka quajtur si tendencë për ta detyruar shtetin që të heqë dorë nga identiteti. Mickovski ka thënë se Maqedonia e Veriut duhet të ditë të thotë po, kur kjo është në të mirë të saj, por edhe të thotë jo, kur cënohen parimet e ekzistencës. Sipas tij, integrimi evropian dhe euroatlantik nuk duhet të reduktohen në pranim pasiv ose varësi të pakushtëzuar. VMRO DPMN ka mbajtur kongresin e 18 të partisë në të cilën kandidati vetëm për të rizgjedhur kryetar partie ka qenë kreu aktual dhe njëherët kryeministri Hristian Mickovski. Në fjalimin e tij para 800 delegatëve, Mickovski qartësoi se identiteti kombëtar nuk është subjekt i bisedimeve, shtoi se Maqedonia duhet të ditë të thotë po kur kjo është në të mirë të saj, por edhe të thotë jo kur cënohen parimet dhe dinjiteti ose identiteti i saj. Identiteti kombëtar nuk është subjekti i bisedimeve. Respekti për identitetet tjerë është vlerë, por jo në kurrizë dhe llogari të identitetit ton. Gjuha, historia dhe kultura janë shtylla fundamentale një shteti. Dinjiteti shtetëror nuk është retorik, por politik praktike. Një shtet i vogël mund të jetë një shtet i fortë nëse ka vetbesim, ndjesi për peshën e vet dhe një qëndrim të qartë për interesat e tij. Maqedonia. Duke folur për identitetin, tha se i njëjti është krijuar përmes një procesi të gjatë, të vështirë dhe historikisht të shtrenjtë. Tha se Maqedonia, vendi natyrshëm, e ka në familjen e madhe euroatlantike. Duhet të kuptojmë se na nevojitet një shoqëri e qëndrueshme dhe një politike jashtme e qartë. Maqedonia është një shtet i ndërtuar mbi vlerat europiane, lirinë, traditën demokratike dhe sundimin e ligjit, dhe prandaj vendi i saj natyrshëm lidhet me familjen euroatlantike. Por integrimi europian dhe euroatlantik nuk duhet të reduktohet në pranim pasiv ose varësi të pakushtëzuar. Kjo nuk është hera e parë që Mickovski dhe VMRO DPMN vendosin veto për identitetin, të njëjtën e kanë përsëritur disa herë edhe kur ishin në opozit. Ndërkaq, vlen të kujtohet se Maqedonia e Veriut tashmë është ndarë nga grupi me Shqipërinë në rrugën euroatlantike. Problemi me të cilin përballet Maqedonia aktualisht janë ndryshimet kushtetuese dhe futja e bullgarëve në kushtetut. Ndërsa VMRO DPMN mbajti kongresin dhe konfirmoi politikat e saj, të cilat janë mbështetur gjithësisht nga votuesit në kampi politik maqedonas. Partia opozitare LSDM ka nisur sot të shpaloz ato që i quajnë si seri të dëshmive për korrupsionin e zyrtarëve qeveritar. LSDM pretendon se Ivica Tomovski, drejtori i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta në qeveri, nëpërmjet një kompanie të afërt nga institucione shtetërore dhe komuna të udhëhequra nga VMRO DPMN, ka fituar 5.360.000 euro ose 161 tendera. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka filluar sesionin e publikimit të bombave korruptive të lidhura me partinë në pushtet VMRO DPMN. Ekipi antikorrupsion i partisë opozitare publikoi një material të cilin e cilëson si skandal, që sipas tyre tregon funksionimin e modelit kriminal të pushtetit të Hristian Mickovskit dhe VMRO DPMN-s. Aleksandr Sasha Dimitrijević nga kjo parti deklaroi se përmes personave të afërt dhe ndërmjetësve janë pompuar rreth 9 milion euro para publike, ndërsa tenderët e dyshuar paraqiten si mekanizëm për keqpërdorim të fondeve shtetërore. Skandali i ri, bombe re për atë se kush dhe si pastron. Të gjithë rrugët të drejtojnë tek Ivica Tomovski, drejtori i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta në qeveri. Nuk pastron drejtoria, pastron kompania familjare e Tomovskit. Të themi troç, ata po i pastrojnë paratë e qytetarëve e dhatu me miliona euro.
Nga institucionet shtetërore dhe komunat udhëhequra nga VMRO DPMN-ja, kompania Tomovskit ka fituar 5.360.000 euro ose 161 tendera. Sipas të dhënave të publikuara nga LSDM, aktiviteti i kompanisë së afërt me Tomovskin është rritur me 306% pas ardhjes së VMRO DPMN-s në pushtet. Od državne institucije Vetëm këtë vit, 2025, kompania ka fituar 10 tender me vlerë gati gjysmë milion euro. Pronari i City Logistik, në momentin kur është themeluar, ka qenë Vitomir Tomovski nga Struga, babai i Ivica Tomovskit, ndërsa menaxheri Slobodan Kutanovski i afërm i tyre. Rastësisht u paska ecur pastrimi i buxhetit. Për çfarë shërben Tomovski në VMRO DPMN dhe në qeveri? Besoj se populli i tij është bërë kristale qartë pas kësaj. E rëndësishme është që bizneset familjare po ecin. Ky është skandali i parë i publikuar nga LSDM, nga ku kanë njoftuar se të tilla ka shumë dhe do të publikohen. Se do të publikojnë skandale të tilla ka njoftuar vetë kreu i LSDM Zvenko Filipçe, i cili këto materiale i emëroi si bomba 2.0. Por akuzat e VMRO DPMN-s janë cilësuar si shpifje dhe trillime nga Ivica Tomovski. Ai ka thënë se LSDM do duhet të kërkojë falje për shpifjet e bëra. Përndryshe, do të paraqesë padi para organeve kompetente. Drejtori i Drejtorisë për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta në qeveri Ivica Tomovski akuzuar nga LSDM-ja për pastrim parash dhe lidhje me kompani që kanë fituar tender nga qeveria, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e opozitarëve dhe pretendimet e LSDM-s i ka cilësuar si shpifje dhe trillime. Ai kërkoi që partia opozitare të kërkojë falje, për më tepër ka mohuar edhe akuzat se kompania e apostrofuar nga LSDM-ja ka lidhje me të. LSDM do duhet të kërkoj falje për shpifjet e bëra. Përndryshe do të paraqesë padi para organeve kompetente. Pushteti është përgjegjësi dhe atje nuk arrihet me shpifje. Kompania përmendur nuk është e imja, as nuk kam ndonjë lidhje me të. Në këtë moment nuk kam asnjë kompani private dhe jam i përqendruar vetëm në punën time si drejtori i sektorit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta. Thotë se kjo që aktualisht bën LSDM-ja nuk është politik, por stil primitiv për të fshehur skandalet dhe dështimet që veti kanë bërë kur ishin në pushtet. Ndërsa flasim për kriminalitet, ata që vërtet janë të tillë, nga Dubai porosisin dhe shkruajnë konferenca shpifëse. Kështu duket kur hajduti thot kapeni hajdutin, dhe duan të harron vizat e arta të Filipçes, Zaevit për spitalin modular Soravin, plantacionet e marihuanës. Kjo është e qeverisja e tyre një periudhë rënimit që la pasoja të thella në shoqëri dhe në besimin ndaj institucioneve. Tomovski është funksionari dhe zyrtari i pari apostrofuar për korrupsion dhe pastrim parash nga LSDM-ja përmes bombave që publikohen nga sektori antikorrupsionit që funksionon si organ brenda partisë opozitare. Ditët në vijim pritet të zbulohen emra të tjerë dhe funksionar që sipas LSDM-s kanë bërë keqpërdorim nga momenti që VMRO DPMN ka ardhur në pushtet. Ministri i Punës Brendshme Pançi Toshkovski ka bërë publicitet sot një vërejtjeje të bërë ndaj tij për tejkalimin e shpejtësisë për 1 kilometër më tepër se shpejtësia e lejuar prej 50 kilometrash në orë. Ky është ilustrimi më i mirë se si duhet të funksionojë shteti, ka shkruar Toshkovski. Jo vetëm qytetarët, por nga syri Safe City-t nuk mund të ikin as zyrtarët e lartë shtetëror, kur ata drejtojnë veturat private dhe shkelin rregullat e komunikacionit. Vërejtje për shkelje të rregullave gjatë drejtimit të veturës ka marrë vetë Ministri i Punëve të Brendshme Pançi Toshkovski. Këtë lajm e ka shpërndar ministri në rrjetet sociale, ku ka zbuluar se vërejtja ka të bëjë me shkeljen e shpejtësisë dhe se ai ka drejtuar makinën e tij private të tipit Volvo me 1 kilometër më tepër se shpejtësia e lejuar. Ky është ilustrimi më i mirë se si duhet të funksionojë shteti. Sistemi vlen dhe vepron njësoj për të gjithë dhe nëse regjistron shkelje, pason sanksioni, pa marrë parasysh kush është në automjet. Nuk ka përjashtime, nuk ka selektivitet, nuk ka të privilegjuar. Shton se shteti do të bëhet i sigurt vetëm atëherë kur ligjet do të vlejnë për të gjithë njësoj. Qëllimi i Safe City nuk është ndëshkimi, por rendi, disiplina dhe shpëtimi i jetëve njerëzore. Ky shtet do të bëhet më i sigurt vetëm nëse ligjet vlejnë njësoj për të gjithë, përfshirë edhe ne që jemi më përgjegjësit për zbatimin e tyre. Me numrin alarmant të viktimave në rrugë që kemi, duhet të tregojmë shembull personal dhe përgjegjësi.
Që nga fillimi i zbatimit të periudhës testuese të masës Safe City në opinion është hapur debati i gjerë mbi çështje nëse ky sistem duhet të ketë tolerancë dhe nëse duhet të ndëshkojë ose jo shoferët kur kapen duke tejkaluar shpejtësinë e lejuar vetëm me 1 ose 2 kilometra në orë. Duke folur për çështjen e tolerancës në konferencën e fundit, Toshkovski i theksoi se janë në fazë diskutimesh dhe se pritet të vendoset mes modelit me 10% tolerancë ose modelit pa asnjë % tolerancë. Ndërkohë dhe qytetarët që kanë folur para kamerave televizionit shenja kanë mirëpritur vendosjen e sistemit të kamerave që regjistrojnë shkeljet në komunikacion. Sipas tyre, Safe City do të ndikojë që shoferët të jenë më të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat. Megjithatë, para kamerave ka qytetarë që theksojnë se Safe City ka krijuar ngarkesë dhe trafik shtesë në disa pika të qytetit. Prej disa ditësh në vend ka hyrë në fuqi sistemi i ri Safe City, i cili synon të monitorojë në kohë reale trafikun dhe të regjistrojë automatikisht shkeljet e shoferëve. Qytetarët kanë filluar tashmë të marrin mesazhet për gjuba, ndërsa reagimet janë të ndryshme. Nga ata që e shohin sistemin si mënyrë për të rritur sigurinë, deri tek shoferët që ankohen për funksionimin e këtij ligji. Megjithatë, shumica e atyre që intervistuam e shohin këtë sistem si një hap pozitiv që mund të rrisë sigurinë rrugore dhe të vendosë më shumë rregull në trafik. Sipas tyre, Safe City do të ndikojë që shoferët të jenë më të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat. Pozitivisht, po. Pozitivisht, shumë pozitivisht. Se mendoni që Pa në ti janë rënë pak. U konë pa rënë, u konë pa sistem, u konë guzhë, në ti janë rënë pak qyteti. Deri tani ju personalisht a keni marrë ndonjë mesazh? Jo, s'kum pas mesazh. Okej, a mendoni që mesazhet që vinë do të jenë të sakta nga Safe City? Ata se di, ata kena me pa me kohë, të qyri që është të qysh. Po ndonjë Ajo është- tafërm, a ka rastisë me të ketë mesazhe nga Qysh? ndonjë tafërm t'juve ta ka Po, rastisë të vllavit. ketë mesazhe? Okej, edhe si Ka nuk kemi vlerësoni? pas probleme, jo, nuk konë, caktë konë mesazhe. Ja me sam dhe ka ne. Mendoj se nuk është sistem i mirë dhe se i njëjti nuk do të funksionojë, pse të jetë i mirë që të na dënoj kur të vozisim edhe 1 kilometër më tepër. Safe City with like. A e vlerësoni që ka ndiku pozitivisht në komunikacion ky ligj? Atëherë, a keni marrë dënime deri tash prej Ja, Safe City? ja. Kur ka hyrë në fuqi Safe City? Si e vlerësoni këtë ligj të ri Safe City? A mendoni që ndikon mirë në komunikacion apo jo? Mendoni që shtohet siguria përmes këtij? Ja. Si e vlerësoni ligjin e ri Safe City? A ka ndiku pozitivisht në komunikacion ose jo? Do ndikoj. Mendoni që do? Po. Pse? Është tani mirë. Po do të mi respektu rregullat edhe me Safe City hënimet vinë më thëna 10 minutave, ashtu që kur na shohin ka xhepi na ndikon më shumë. A mendoni që është pozitivisht kjo dhe a mendoni që janë transparente mesazhet? Jo, mira, nuk ka keq. Mendoni që janë saktë? Po. Ndërkohë, personat të tjerë që refuzuan të flasin para kamerave nuk e shohin pozitiv funksionimin e këtij sistemi. Sipas tyre, Safe City ka krijuar ngarkesë dhe trafik shtesë në disa pika të qytetit, ku shumë drejtues mjetesh besojnë se kamerat po krijojnë ngadalësim të tepërt në disa akse të qytetit, duke sjellë kolona të gjata dhe vonesa të panevojshme. Ndërsa pjesa më e madhe e ankesave lidhet me gjobat, që siç thon ata, vendosen edhe për tekalime minimale të shpejtësisë, të cilat i konsiderojnë të paarsyeshme. Ata kërkojnë më shumë tolerancë, pasi nuk e shohin të arsyeshme të gjobiten për tekalime shumë të vogla të shpejtësisë, si për shembull vetëm për disa kilometra në orë mbi kufirin e lejuar. Megjithatë, në fund mbetet për të parë nëse Safe City do të arrijë qëllimin e tij për të rritur sigurinë rrugore, apo nëse do të ketë nevojë për përmirësime në mënyrën e zbatimit të tij. Ambasada britanike në Shkup ka reaguar pas raportimeve në disa media britanike në lidhje me hapjen e supozuar të kampeve të emigrantëve në Maqedoninë e Veriut. Ambasada theksoi se të dy vendet kanë krijuar një partneritet strategjik të fokusuar në një kornizë afatgjatë politike, ekonomike dhe sigurie. Pas takimit kyç midis kryeministrave Starmer dhe Mickoski në maj, Mbretëria e Bashkuar dhe Maqedonia e Veriut kanë nënshkruar një partneritet qeveritar për zbatimin e projekteve kritike të infrastrukturës në vend. Ky bashkëpunim u forcua gjithashtu nga të dy kryeministrat gjatë takimit procesit të Berlinit, të mbajtur në Mbretërinë e Bashkuar në tetor të këtij viti, thuhet në postimin në profilin e ambasadës britanike në Facebook.
2 fëmijë, një vajzë 14 vjeçare dhe një djalë 13 vjeçar janë nështruar me sukses ndaj transplantimeve të kockave, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Nga Ministria falendëruan ekipet mjekësore dhe familjet e donatorëve për humanizmin dhe bashkëpunimin e treguar. Operacioni i parë u krye tek vajza 14 vjeçare, e cila vuante nga një anomalitet i lindur i këmbës. Falë ndërhyrjes kirurgjikale u arrit një korrigjim i qëndrueshëm dhe paciente u rikthye në aktivitetet e saj të përditshme. Ndërkohë, djali 13 vjeçar me një deformitet të përsëritur të këmbës u operua me sukses, u shtrua nga spitali në gjendje të mirë dhe tani pritet nisë procesin e rehabilitimit. Ministria thekson se përdorimi i transplantimeve të kocave nga kadaverët ka një rol të rëndësishëm në ortopedinë pediatrike. Kjo qasje shmang nevojën për plagë kirurgjikale të reja, redukton dhimbjen dhe parandalon deformimet mëtejshme, duke bërë që ndërhyrjet të jenë më të sigurta dhe më të shkurta. Vazhdojmë mëtej me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Ministri turk i punëve të jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë përpjekjet për të çuar përpara një plan të menjëhershëm paqes dhe për të thelluar tragjedinë humanitare në Gaza. Po zhvillohet një punë e madhe humanitare dhe diplomatike për të ndaluar luftën dhe për ta vënë në veprim planin e paqes, por qëllimet e Izraelit mbeten po aq negative. Ky proces duhet menaxhohet me kujdes, tha Fidan. Ai shtoi se vendosmëria e tyre për të zbatuar mekanizmat që do të sigurojnë koordinimin në çuarjen përpara të marrëveshjes së paqes vazhdon, si dhe shtoi se dialogu i ngushtë është duke vazhduar në këtë drejtim. Presidenti sirian Ahmet el-Sharra ka paralajmëruar se çdo përpjekje nga Izraeli për të ndryshuar marrëveshjen e shkëputjes të vitit 1974 ose për të ndjekur marrëveshje alternative, duke përfshirë një zonë tampon të propozuar, do ta shndërronte rajonin në një vend rrezikshëm me pasojat panjohura. Al-Sharra tha se Izraeli po përpiqet të eksportojë krizat e tij në vendet të tjera dhe të shmangë përgjegjësinë për masakret e vazhdueshme në Gaza. Ai akuzoi Izraelin se po justifikon të gjitha veprimet në pretekstin e shqetësimeve të sigurisë, ndërsa Siria, që nga çlirimi i saj ka dërguar mesazhe pozitive që synojnë forcimin e stabilitetit rajonal. Presidenti sirian tha se vendi i tij këmbgul se Izraeli duhet i përmbahet në mënyrë të rrept marrëveshjes vitit 1974 që rregullon vijën anë pushimit në lartësi të Golanit. Zyrtarët amerikanë dhe ata Ukrainas do të diskutojnë të shtunën në Miami të SBA-s në të tretën ditë me radhë se si të përfundohet lufta në Ukrainë. Megjithatë, ata kanë pranuar një zëri se përparimi vërtet varet nga dëshira e Moskës për t'i dhënë fund luftës. Të dyja palët janë pajtuar që përparimi vërtet drejt arritjes së ndonjë marrëveshjeje varet nga gatishmëria e Rusisë për treguar përkushtim serioz për paqe afatgjate. Përfshir hapa drejt të shtensionimit dhe ndaljen e vrasjeve, është në një përmbajtje, në fakt në një përmbledhje të publikuar nga autoritetet amerikane më 5 dhjetor. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish me lajmet qendrore në orat 18:55. Mirëmbëjtje.